Pas rafshimit, tamponimit dhe asfaltimit, është përuruar sot rruga që lidh fshatrat Çegran dhe Tumçevisht. Kryetari Bejta theksoi se kjo rrugë është një rëndësie të veçantë edhe nga fakti se familjet e këtij lokaliteti kanë marrëdhënie të lidhura familjare me banorët e fshatit Tenov dhe fshatrave të tjera të komunës Bugovinës dhe Vrapçishtit. Në prani të banorëve të fshatit Çegran, Forin dhe vendbanimeve përreth, drejtuesit e komunës së Gostivarit kanë inauguruar asfaltimin e rrugës që lidh fshatrat Çegran dhe Tumçevisht. Para banorëve lokal, kryetari Bejta theksoi se rruga që lidh fshatrat Çegran dhe Tumçevisht për banorët e fshatit Çegran dhe vendbanimeve përreth është e një rëndësie të veçantë, edhe nga fakti se familjet e këtij lokaliteti kanë marrëdhënie të lidhura familjare me banorët e fshatit Tenov dhe fshatrave të tjera të komunës së Bugovinës dhe Vrapçishtit. Kjo rrugë që vihet sot në përdorim është një rrugë me një distancë afër 3 kilometra që ka kushtuar mbi 18 milion denar ose më mirë me thonë në euro mbi 300.000 euro. Është financuar nga mjetet financiare të siguruar nga buxheti komunal i komunës së Gostivarit. Kryetari i Këshillit të komunës së Gostivarit, Nasir Musliu, theksoi se për ne banorët e Çegranit, ky është një projekt voluminos i cili është premtuar vite me radhë. Por kësaj radhe, duke i falendëruar kryetarit të komunës Nevzat Bejta, e mundësoi realizimin e kësaj rruge që lidh Çegranin me magjistralen dhe me fshatrat e Sharrit. Kjo është një rrugë e cila lidh Çegranin, Forinën, Korritën me magjistralen dhe të gjithë fshatrat e anës së Sharrit. Këto fshatra në mes veti janë të lidhur me lidhje familjare, miqësore dhe për të shku në magjistral, për të shku në anën tjetër, neve na duheshte një rrugë gjatë dhe harxhim të kohës. I pranishëm ishte edhe muftiu i Gostivarit, Shaqir Efendi Fetau, i cili po ashtu vjen nga ky lokalitet. Në emër të qytetarëve të fshatit Çegran, si dhe në emër të qytetarëve të fshatit Forin, të uroj këtë vepër të madhe, e cila ka zbukuruar edhe këtë territor, por ka bërë një lidhje të fuqishme me të gjitha territoret që i takojnë pjesës së anës tjetër. Në ceremoninë e inaugurimit të rrugës ishin edhe Ministri i Drejtësisë Adnan Jashari, deputetët e zonës Talat Xhaferi, Yamin Sinani, Selvie Saliu, si dhe Mirsada Emini Hasani. Nuk mbetet gjë tjetër përpos të përgëzoj qytetarët e Çegranit, Forinës dhe kësaj ane që do të kenë mundësi që këtë vepër që e kanë prit me kohë ta gëzojnë, ta shfrytëzojnë në maksimum. Shpresojmë që investimet të këtilla kryetari i komunës të mundëson edhe në lami të tjera të bën jetën më të mirë qytetarëve apo fshatarëve të fshatit Çegran, po ashtu edhe të fshatit Forin. Investimi u mirëprit edhe nga banorët e zonës, të cilët u shfaqën të kënaqur që pas disa dekadash ky projekt bëhet realitet. Një nga premtimet e vazhdueshme tona ka qenë kjo rrugë. Falë kryetarit të komunës zotit Nevzat Bejta, premtimet tona u bën në realitet. Kryetari Bejta tha se brenda vitit që vjen, në bashkëpunim me qeverisjen qendrore, do të bëhet edhe zgjerimi i rrugës nga fshati Tumçevisht deri në daljet e autostradës Gostivar-Tetov.